presion. Megjithatë, unë shifja para meje që gëzimi zbardhe i çdo ditë. Do me thënë, atë ftyrën e tij nuk do ta haroj. Çdo ditë vinin me një vrap drejt spitalit për të më parë se ç'ishte e nesërmja, unë mundohesha të rezistoja, sigurisht. Vetëm se gruaja që kisha në dhomë kishte ndarë me gëzimin diçka. Kur unë nuk isha qenë për momentin aty, i kishte thënë, Vasilika sillet shumë mirë, çdo bën biseda normale, nuk mendon që do të largohet nga jeta, por natën unë e kam dëgjuar ajo vetëm qa. Do me thënë, të qarat e mia i kishte zbuluar mikja e dhomës time. Sa qëndrove në spital para se të bëj ndërhyrje? Qëndrova një 10 ditë. 10 ditë. 10 ditë, sepse ishin ekzaminimet e ullësishme se si 10 ditë dhe më pas ishte pak më e gjatë. Por do të ndaj edhe diçka tjetër, bëra edhe gruan.